Mbrëm në orën 11 natës e kam arritur, kam qenë te një lokal i fshat dhe rreth orës 11 kam arritur në shtëpi. Në shtëpi po prisha te lokali faktikisht ka ardhur një mesazh kërcënues për një like në Facebook. Edhe nga ai ka qenë nga një bashkëshatar im që ai sot është komandant grupja diçka e tillë këtu në Fier me forcat e Renea në motrës së tij në Facebook. Dhe në orën 11 që kam arritur në shtëpi, jam fikur dritat vetëm të shtëpisë time dhe unë jam thirrur në emër për të dalë jashtë. Tani kuptojmë diçka, porta e madhe që kemi neve në fshat me portën kryesore të shtëpisë ka një distancë diku te 50-60 metra. Ai më ka thirrur te porta e shtëpisë, jo te porta poshtë. Dhe unë dola se për momentin nuk e prisja, mendova se ishte vllai. Dal jashtë, mesazhi thoshte që nuk e di me kë e pleksur. Dhe unë dal në derë, aty më qellojnë direkt pa një pa dy edhe më përsërit ato të mesazhit. E ishin njëjti person. Ishin të paktën 3 persona. Ishte, edhe pse ishte errësirë, po jo vetëm këtia, edhe këte vetëm nga zeri. Ata më kanë qelluar pa mëshirë duket ajo, faktikisht edhe nuk është me grush se këto janë çarje o levo, nuk e di. Edhe më kanë rrëzuar për tokë pa ndjenjë. Tani për qoftë edhe nëse unë jam gabim se ka dhe falje, qoftë për një like në apo edhe një si thon një koment ka dhe falje. Po që të arri në një fazë të tillë të më bëj mua për spital plus babain tim, doli se dëgjoj zhurma. Mirë më gjeti mua të shtrirë atje në tokë, i shedhur sipër meje të më mbronte mua, i qellojnë edhe babain, e kanë çarë në kokë duket. Aty mund ta shikoni. Si ka mundësi një person i tillë, vetëm se është komandant grupi, ka ardhur me shokët. Kur ne fare mirë mund të ishim ulur diku dhe të kishim pi një kafe, ta kishim sqaruar, dhe tam punuar në shtëpi atyre. Kemi pasur marrëdhënie të mira. Unë nuk e kuptoj. Për mua është një surprizë që ky person ka arritur në këtë gradë. Fredi Astrid Lamaj. Unë kam rënë pa ndjenja, kur ndjeva unë kisha ardhur ky kushuriri me djalin, kisha ardhur ambulanca, edhe më morën krah kofshë, më kanë sjell këtu në Fier. Këtu më morën faktikisht, bën ato kontroll, edhe jam në këtë gjendje që jam tani. Unë kërkoj që kjo mos përsëritet më, edhe dua të drejtën time shkelu prona, ka ardhur policia deri brenda. Ose tash ata nuk thanë që jemi policia. Po kanë ardhur ta persona deri te dera orës 11 i natës. Ka drita. Dhe në moment të fiken dritat, ju e kuptoni që të jetë turbull, nuk dallon dot asgjë. Unë këtë person e kam dalluar vetëm nga azeri kur dola jashtë. Se më tha që tani do ta marrësh vesh ta me ke e pleksur. Unë i thash atij, motra jote është e madhe, nuk është e vogël. Ajo mund të më thotë Altin të lutem më bezdis, stop. Ka mbaruar ai.